Hatidja ishte para që besoj. Ishte pastaj Hazreti Aliu, ishte Fatimja, ishte Rukaja, ishin pra vajzat e pejgamberit a.s. Në radhë të parë ishte familja e tij e cila besoi. Dhe posa doli nga familja, njeriu në parë që thirri në Islam ishte Abu Bekri. Nga se kishte pasë ishte një tregtar i vyr, një tregtar i drejt, një tregtar i cili kishte cilësi të mira. Kur Abu Bekri u fut në Islam, shumë shpejt ai mori edhe shok. Dhe ndër shokët e tij ishte edhe Othmani. Vetëm shihni çta emra. Abu Bekri, Othmani edhe Aliu. Janë 3 udhëhecët të cilët e udhëheqin misionin profetik, pra si halife mas vdekjes pejgamberit. Pra Omeri pak më vonë bëhet musliman. Amo 3 vitet e fshehta të thirrjes së pejgamberit a.s. besojnë këta njerëz dhe shumë e shumë prej personaliteteve të cilat përcillen deri në kiamet shëmbulltyre e tyre. Sigur që ishte Bilali. Shiheni njëri i robnum. Amo drita e imanit kishte prek zemrën e tij. Drita e tauhidit kishte prek zemrën e tij. Dhe kishte largu frikën nga vdekja. Në torturat më të mëdha të cilin i bënte pronari i tij, ai kurrëherë nuk largoi gjuhën duke thonë ehad, një. Që jep me kuptu sepse ishin gatuar fort dhe ishin të gatshëm ta pranojnë pra dhe vdekjen për fjalën la ilaha illallah. Po familja e Yasirit për cilën i dërguari i Allahut po ishe duke i torturuar me kasit po i torturojnë. Çfarë përgjigje i tha pejgamberi i Zotit? Shih pra çfarë zemrash ishin të gatume. Nuk ju tha se do t'ju shpetoj une. Madje as nuk ishin të drejtë të vetëmbrohen. Lufta ishte ende jo legjitime edhe në vetëmbrojtje. Pas kishin drejt besimtarët as të vetëmbrohen. I dërguari Allahut shkoi aty ku torturoheshin dhe ju tha, o familje e Yasirit, bëni sabër, dëgjoj fjalën, bëni sabër. Vend takimi juv në xhennet. Ju tregoj se takimin e keni në xhennet, po shkoni dëshmor.